Duke u gdhirë e shtuna, familja Mirashi në fshatin Ril të Lezhës u trondit nga shpërthimi me tritol në derën e shtëpisë. Në orën 3 të mëngjesit, Mirashi rrëfen se jeta e familjes së tij u vu në rrezik nga sasia e eksplozivit, por fatmirësisht shpëtoi mrekullisht. Nga pamjet e siguruara nga Vision Plus, duket se tritoli ka lënë pas dëme të shumta materiale, mes të cilave edhe automjetin pranë shtëpisë. Unë quhem Mirashi. Në orën 13 natës më kanë vënë dinamitin të dera. Më kanë rreziku jetën edhe familjes, asgjë më tepër, s'di për më tepër. Lut Zotin ti jemi në fundit. Çfarë kanë dëmtuar? Gjitha pajisjet e gjanat me derë blinduar, gjitha i kanë hillë në erë. Derën sipër e tjegullat lart e komplet gjanat. Unë ngjumë. Shpresoj të kenë gatruar adresë, thot Mirashi, teksa apelon zbardhjen sa më parë të ngjarjes, pa ditur se kush mund të ketë qenë autori dhe në frikë se ngjarja mund të përsëritet. Nuk më shkon mendja te kurkush, te kurknjë. Unë për natë rri me shok, dal vetë që është asë gjë humor. Nuk keni konflikt? Jo, se kam le. Nuk e di ku ta çoj mendën se kush është ai që nuk kena probleme, zero. Ju jetoni vetëm këtu? Me grua, fëmijët i kam jashtë. Nga 200 metra nga këtu, i ka ndodhur para 2 javësh një shokut, një fshatarit tim. I baj thirrje gjithkujt që mos të merren me njerëz, me moshë time që jam në pension e me të tjerë. As me kërken, as me tri, as me kurkan, se kanë hallë njerëzit. Siç tregon edhe Mirashi, ky është rasti i dytë brenda 2 javësh që kjo zonë tronditet nga tritoli. Më herët një shpërthim i ngjashëm u regjistrua në banesën e Tom Çungut, duke ngritur shqetësime për sigurinë në zonë.